Të nderuar partner dhe miq, mirë se keni ardhur në këtë ceremoni të veçantë. Sot jemi mbledhur për të shënuar inaugurimin e fabrikës e-Technology, një investim i cili përfaqëson një hap të rëndësishëm të zhvillimit industrial, por edhe atë teknologjik. Kjo fabrikë është ndërtuar me vizion për të krijuar kapacitete moderne prodhimi, por edhe për të sjellë standarde të larta të cilësisë në prodhimin e dyerve dhe dritareve për industrinë e ndërtimit. Projekte të tilla ndërkohë janë dëshmi se zhvillimi ndërtohet përmes investimeve, përkushtimit dhe bashkëpunimit. Kam kënaqësinë të ftoj në skenë për të mbajtur fjalën e tij të rastit, zotin Mefail Gashi. Në pamundësi, ju falenderoj të gjithë një nga një, unë atëherë ju tham gjithë faleminderit për kohën që keni gjetë për më ardhë në këtë festë kaq të madhe për kompaninë tonë. Faleminderit gjithëve. Dhe faleminderit gjithë miqve ndërkombëtar dhe atyre vendor që kanë gjetë kohën me ardhur sot, me ndonjë mënyrë këtë sukses të përbashkët për hapjen e dy fabrikave të konstruksioneve metalike dhe dyerve dritareve dhe fasadave strukturale. Ju faleminderit gjithëve për prezencën sot që jeni këtu. Më vjen mirë s'po di a jemi në Dubravën, Sarek, a jemi në Bruxelles. Duhet me bëti dhanim, faleminderit shumë. Kompania Euroing Holding përmes tashmë edhe firmës e-Technology kontribon drejt për drejt jo vetëm në shtimin e vendeve të reja të punës, por drejt për drejt në përmirësimin e bilancit ton të prodhimit. Sot nuk po inaugurojmë vetëm dy fabrika prodhimi, sot po shënojmë një hap të rëndësishëm drejt një rrugtimi të ri të zhvillimit industrial të kompanisë sonë dhe të komunitetit ku na operojmë ndër vite. Dy fabrika që sot po inaugurojmë, sot operojnë në emrin e e-Technology, një biznes i krijuar për të zhvilluar kapacitete moderne, prodhuese në sektorin e dyerve dhe dritareve, nga plastika dhe alumini, si dhe për punimin e konstruksioneve të larta metalike.